Pyetje: nëse Jezusi ishte vërtet hynor, pse tha që vetëm Ati e di kur ai do të kthehet? A nuk duhet ta dinte vetë? Tani, në traditën hebraike, kur një djalë donte të martohej, i bënte një propozim vajzës me një kup verë në dorë dhe i thoshte: "Dua ta kaloj jetën me ty." Nëse ajo pranonte, ai largohej për të përgatitur shtëpinë e tyre, por nuk vendoste vetë se kur do kthehej për nusën. Këtë e vendoste i Ati i tij, kur gjithçka ishte gati. A fillove ta bësh lidhin? Jezusi përdori pikërisht këtë gjuhë kur foli për rikthimin e tij. Ai tha: "Po shkoj të përgatis një vend për ju, dhe kur gjithçka të jetë gati, ai do të kthehet." Kjo është arsyeja dhe pse ai tha që vetëm Ati e di ditën. Nuk ishte mungesë dije, ishte mënyra e tij në fakt për të treguar dashurinë dhe besnikërinë e një dhëndri. Ato që besojnë Jezusin, në fakt, nuk janë të braktisur, jetojnë me shpresë në pritje sepse një ditë ai do të kthehet. Dhe pyetja është, a je edhe ti pjesë e kësaj pritje apo je ende në kërkim? Më shkruaj më poshtë, Sodi Bekov.